Supë me pul do përgatitim sot për këto ditë të ftohta dimri, edhe si ta përgatit unë. Në fillim do vendos pulën që të zihet, edhe pasi të jetë zier do t'i heqim këtë shkumën, të cilën mua nuk më pëlqen që të jetë brenda në supë, edhe e pastroj nga shkuma një herë. Pastaj do t'i hedh vaj ulliri, do t'i hedh një çik kripë. Të gjitha këto ja hedh në fillim se pula është zihet me një herë, nuk ka problem. Një çik piper, i hodha karota dhe patate, edhe pasi ishin zier një çik karota dhe patate, i hodha dhe orizin siç e patë. Orizi ishte prej fundi, jo në të njëjtin moment që hodha karota dhe patatet. Pastaj përgatita vezë dhe limon, avgolemono, që e bëjmë në Greqi, edhe se më pëlqen shija që i jep, po kuptohet që duhet ta hedhim avash lëngun e supës, se po ta hedhim drejt e brenda vezën dhe limonin, do na pritet veza dhe nuk dele mirë supa. Siç mund të shikoni, supa me oriz, dhe me pul, me patate, karota është gati, edhe është fantastike për ditë dimri.